Atmosfera brenda shtëpisë së Ferma VIP është tensionuar ndjeshëm, ku një diskutim mes banorëve ka degraduar në një përplasje të fortë verbale, duke sjellë një nga momentet më të nxehta të këtij edicioni. Në qendër të këtij episodi ka qenë Zhaku, e cila duket se ka humbur kontrollin gjatë debatit, duke ngritur tonet dhe shpërthyer me nervozizëm përballë banorëve të tjerë. Situata nisi fillimisht si një bisedë mes grupit në obor, ku banorët po diskutonin së bashku, por tensioni u rrit shumë shpejt. Zhaku ka shprehur hapur pa kënaqësinë e saj për qëndrimin brenda fermës, duke lënë të kuptojë se presioni emocional dhe dinamika e fortë mes konkurrentëve ka ndikuar ndjeshëm tek ajo. Mes toneve të larta, ajo kujtoi dhe sakrificat që sipas saj ka bërë për të bërë pjesë e këtij formati. Lash momentet e mia për të ardhur të rria këtu me ju, është shprehur ajo me nerva, duke treguar qartë frustrimin e akumuluar. Megjithatë, debati mori një kthesë edhe më të fortë kur përplasja u fokusua te Moza. Në kulmin e nervozizmit, Zhaku ju drejtua asaj me tone fyese dhe gjuhë të ashpër, duke habitur jo vetëm banorët e pranishëm, por edhe publikun që ka ndjekur momentin. Ajo i është drejtuar asaj me epitete fyese dhe me një gjuhë që ka shokuar publikun. Ke orën e orales, prandaj bëj pak orgji këtu me neve. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.